Përshëndetje të dashur plisbardhë. Mirë se keni ardhur në ditën e plisit në edicionin e 12. Sot gjindem të në fshatin Blac, komuna e Therandës apo Soharekës. Mirë se keni ardhur të gjithë dhe kalofshim mirë. I falenderojmë një koqeret për mikpritjen. Dhe tani po vazhdojmë me programin ku do t'i kem disa pjesë foljore e pastaj do të kemi edhe një vallë këtu, po një ashtu do të kemi edhe diçka tjetër me tupala ku do ta bëjmë një shëret ma, pastaj do të gjitëm kullnet edhe do të vazhdojmë pjesën tjetër dita e plisit. Këtu e kam Dastin Zekollin, i cili në emër të fshatit të Kullës do t'ju përshëndet. Urna i nderuari Dastin. Ju faleminderit, organizator e plisit të bardhë. Ju në gjatë jeta juve të gjithë plisë bardhë, shqiptarë të gjitha trevave, ka flitët shqip, ka bukës i thojnë bukë dhe ujtë i thojnë ujë. Sot ju përshëndes në emën 5.000 banorëve të fshatit të Bllacë, ju përshëndes në emën të Ram Bllacës heroj të madhë kombëtar, ju përshëndes në emën të 25 martirëve të masakrës së Tivarit, ju përshëndes në emën të 8 dëshmorëve të rënë në Bllacë dhe ju përshëndes në emën të gjithë familjeve dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëmarrësve. Plisi i bardhë nuk di unë histori shumë, as nuk do të flas, po simbolizon pastërtinë shpirtërore, besën, krenarin dhe mikpritjen. Është rrugë temi mirë që plisi i bardhë ka filluar që të arrijë në UNESCO. Ne fatkeqësisht shumë pak kem argumente kulturore në UNESCO, me sa di unë Valja Trokojës dhe Gjubleta. Lahutën që kem këtë trimin këtu, fatkeqësisht na morën, por nuk na morën si e vëdham ata, se kemi njerëz të dot. Liria një kombi e ka vlerën dhe është e qëndrueshme sa ka ushtrit fort, sa ka organizim shtetënor. Kurse vlerat e një kombi historike janë sa ka historian të fort. Ne kemi historian të fort, po fatkeqësisht i kemi individual. Se as njëri me tjetrin nuk janë unik dhe as njëherë nuk e ngritin zërin për të drejtat e vlerave kombëtare. Është fatkeqësi, mirë po këto që i tham, më duket për mua se janë reale. Janë dy rryma, shumë të rana, shumë të këqija, shumë të turpshme, që e degradojnë rrugën e kombit, ku është rruga drejt, ku është liria, ku është e ardhmja. E këto janë politika dhe fetë, që të dyja, ku prekin në çështjen kombëtare, e degradojnë, e shkatërrojnë përfundimisht. Dhe për fat të keq, që të dyja, edhe partitë politike, edhe partitë fetare, kanë marrë hartë madh dhe janë të trenin një pjesë të madhe të rinisë sonë, të krenarisë sonë. Vetëm 26 vite më herët, vetëm 26 vite më herët e lexova një shkrim të një burri, se nuk është shkrimi jam, sa i shih një burra prind para 26 vite, se i poshin tha simbolin e NATO-s, kurse sot këta mjekrat po e shojnë NATO-n, po e shojnë Amerikën, po e shojnë miqton, ku kemi arritën prej fesë dhe politikë. Ju faleminderit, tani në radhë do t'jetë profesori Magjistër i historisë Muhamet Baraktari për një biografi më të mirë të Vllacës. Faleminderit të gjithëve, pas ti manifestimit të shkurt këtu do ta keni një drek. Shumë thjesht, ne mujmë më korrit si njerëz si burra, por mos korritet sofra një truh buke kryp. E ju faleminderit që keni ardhën. Kjo tregoj edhe një Vllaca ka shumë barceleta, ju çoj gjatë, ka shumë dodhi, vinë 4 burra musafir, edhe një djalë i këtyne moshës fëmijëve, tha, bab, tha, kanë ardhën 4 burra, kur shkon, 2 ishin me plisa të bardhë, 2 pa plisa, tha, po asi po abre birë, po këta si janë mërë burra, se s'pas kanë plisa, pro plisi e cakton burnin, fjallë matrane, matë marë, se borë gjia s'ka, ju falënderit. Përshëndetje të gjithëve, unë isha nalë një 3-4 amna mi përshëndet në amën të këti tubime dhe pjesëbardhëve. Profesor
Jahja Lukën që ka kontribu më të madhe jo vetëm në Bllacë, por në gjithë Kosovën për ruajtjen e vlerave tradicionale. Pastaj, natyrisht Ismet Krastiqin që është ikona e këtyre organizimeve, Lala, po edhe Agjen Rahman këtu, pastaj Agjen Mark e të tjerë që janë prezente të shumë që na keni nderu me këtë pjesëmarrje t'juaj. Bllacës i ka hije Plisi i Bardh. I ka hije sepse ka histori të vjetër edhe patriotike, prandaj i shkon me Plisin e Bardh. Unë vetëm pi referohem profesorit Recep Doçi, që në fushën e onomastikës përmend Bllacën qysh në vitin 1348, ku përmendën emrat shqip dhe thot është ndër rënjet e Dardanis antike, është Iliro Pelazge e Shqipe në fund Bllacën. Edhe sot neve, emra që nga jo kohë, që edhe potencohen në librin e tij, si që janë Paskaq, emër shqip. Edhe sot derujmë edhe vicet tona, një pjesë e viceve quhet Paskaq. Pastaj Gens, pastaj Sul, prej fjalës shqipe sulmus, do të thotë Bllaca i shkon edhe herë po tham Plisi, por aty që nuk e mbron vetë ta merr tjetri. Prandaj duhet të ruajm edhe Plisin, edhe të tjera vlera kombëtare që vërtet ne ka mlu për fat keq, citata që përmend Destani. Po, për mos më u lodhi juve, mos më moj ndjelli, unë në mesazhe kam për bashkëfshatarët. Edhe në rast se nuk e vendosin për ditë Plisin në kokë, se cila shtëpi ta ketë një pjesë në konokën e vetë në shtëpi. Edhe i herë urime ju përshëndes, ju falenderojmë që na keni ndëru. Urime edhe herë dita Plisit. Zakonisht kur vinë në Tiranë, është me bereqet Thëranda, po është me bereqet edhe kryetari i Thërandës. Na pret mirë, normalisht dohemi mirë, dhe tash të kemë mesin tonë. Zoti kryetar, bali më harrejmaj, apo vje me i përshëndet këta pjesëmarrë. Pak është problem me folë mas Destanit dhe Muhamedit. Falenderit, Ismet. Falenderit gjithë që jeni këtu prezent. Sot është një ditë shumë rëndësi, jo vetëm për Bllacën, po për komplet komunën e Thërandën dhe Trojën shqiptare. Kjo foto po ma çon mallën, sikur më thonë kisot do foto të vitit 70 në Prishtinë dhe shumë më herët. Dhe shprej rastin miru ditën e Plisit dhe qëllimi kryesor është të lubojmë sa më shumë që Plisi të hinë në UNESCO. Thëranda edhe Bllaca çdo herë kanë hapë zemrën, kanë dhënë Bllaca shumë për këtë vend. Në çdo lëmi, edhe në luftë, edhe në çështjet kombëtare, po edhe në folklor. Kështu që Bllaca është e para në komunën Sorekës, e Këshilli Organizativ e përgëzoi për një organizim shumë të mirë. E Ceki Destani tha, nuk ka më rëndësi çka do të ham, po më rëndësi që jemi bashkë, thuaj një fjalë bukur kryp për zemër. Urime të gjithëve, s'ka nevojë për fol më shumë. Falenderoj shumë. Tani do ta përcjellim një vallë nga nxënësit që kanë përgatitën. S'ma kanë dhënë emrin kush e ka bë koreografin, po megjithatë përshëndesim kudo që ka bë. E Ardita Lumi, e përshëndesim urdhani. Çfarë Ti muri që o me babe na
lina, këmishit lina o me gjamadane, këmishit lina o me gjamadane. Ti vishnona more për bajrame, ti vishnona more për bajrame. Nina nana o i djepin me dushke, Nina nana o i djepin me dushke. Ta bëj dasme no me 300 krushe, ta bëj dasme no me 300 krushe. 300 krushe o me 2 tufana, 300 krushe o me 2 tufana. Ti prenana more desht galana, ti prenana more desht galana. Temi pak apo edhe 2 pika dhe me vazhdu për shpejt. Tani eftoj Sadik Magjarën Baca me një vadhe. Sadik Magjaraj. Po të, je pjash muzikën DJ, të është dhe
Edhe na I më rrugova qenë ka bashka ka ditë, e dyshe. Falimderit vallëtarëve dhe që të ditë lisit. Hajde shabaljaj që mirë se ke ardhë. Rogovas era në pej e pipejë në Amerikë. Hajde. Përshëndetje plisbardh e zemër bardh. Sa shumë flet kjo pamje impozante. Sa shumë flasin këta plisat tuaj të bukur. Sa shumë flasin këto kullat tonë. Sa shumë
vargje e kanë këndova për ty më në Shqipëri. E unë mërgjimtari ytë nuk ndala kur këngën as për ty Kosovë, edhe pse me ishte ndaluar. E ky shpirti im do të gjej qetësin, vetëm atëherë kur flamuri kuqezi do të valoj mbi të gjitha trojet e stërgjyshërve të mi të urtë. Në këtë ditë feste të plisit, erdha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku ika pa dëshirën time, dhe mora vesha këtë kostum kombëtar. Së bashku me kostumin mora dhe lahutën, atë lahut që ma la baba, por edhe e kishtë të trashëgim nga të parët. Dhe por sa mora ndorë lahutën e kurdisa, e deshta kangës t'ja marë, rreth meje mu afruën nipa e mbesa, që zemrën ma banë mal me dëshirën e madhe që kishin të dëgjonin lahutën e vjetër, që të mos plakët kur. Dhe njeri nga nipërit, kur këta këtu, me pyeti, baba gjysh, ma thuaj një fjalë, ka i kem trojet e ka ke marë. O, pasha tokën e pasha qilin, jem vend tonë priher me djelin. Ta thot gjyshi ka e mërë Shqipnia nga Kosova, nga Malësia, nga Ulqinje, pjav Kusia, e në përvez të Qamëria, Mitrovicën, Kep Sazanit, gjithë këto janë trojet rodit shqiptarit. Dhe njeri nga një për i tjerë më tha, baba gjysh, a ma mëson lahutën bre? Besa po i thash, do ta mësoj, me i ra, me i këtua, se pak mosha më ka rënua, e Fortzani së të më shkua, veç t'i gjyshit m'ja kalua, brez pas brezit lahutës me i knua. Dhe nipri, me pytje, nuk patën të ndalur, dhe njeri me pyeti, baba gjysh, ma thuaj një fjalë, a do të kthehet nga dhe, mërgjimtari, a do të kthehet nga dhe. Po, lumë gjyshi do të kthehemi në votër, se na pret në lok janë sofer. Jem shqiptar, e kështu keme metë. Se brez pas brezi e kema manet me festu ditën e madhe, kur të bashkojmë gjithë trojet shqiptare. Jo, falemderit për këtë recitim madhështor. Pra, për nderë të ditës së plisit, do të bojmë pak edhe një kalim, e kem Bacen Sadik Magjarra 88 vjeç, Baca, vetëm për një fjallë përshëndetse, dhe me një herë eftojmë kryetarin e komunës Bali Muharrem Majtjupri, ranit parë dhe disa burra matë më shumë të ngjitini kullën e qëndresës, që është simboli qëndresës, që është investim i komunës, dhe i falenderojmë për çdo lloj lapidari, kulla e ndërtu, mi 4-5 kulla në përtheran dhe do të dërtohen, do të jesin qëndresa, pra urna basë për... Ja, se më spedantuaj. Hetë që tu. Ajde ka dole 88 vjetë. Mirdita, ju përshëndes të gjithë. Ju përshëndes nga zemra, me të vetet, burra ta mund të pikë shqiptar dandan. Sa knasi e madhe, mi pa këta burra me këta plisat e barë në kokë. Jemi këtu në Blacën e Ramblacës, që ishte një burë, ta mund burri vërtet, ta bën shqiptari vërtet, mi gjitha adhëtari vërtet. Se cili shkrap, se cili shteg, se cili mal, e se cili guar, flet me gjuhën e barutit, me gjuhën e gjakut, me gjuhën e dashuris, me gjuhën e Shqipes, toka Kosovës është mbjellur me plume, me plag, e lagur, e ujitur me lot dhe gjak. Kjo tokë gjithherë ka qenë e fort do t'jetë çdo herë. Zgjoni dëshmorët kombëtar, historinë e kem ndryshu çdo me gjak e kemi shkru. Gjaku juj në tokara,
do të nxet jeli s'ka më tha, do të bje shi e s'ka më la, do të bje borë e s'ka më ngri, do të pynë erë s'ka më fshi, sepse mbetën histori. Për Kosovë e shqiptari, Ndizen ytë në qilë Kosovës, një bekim nga palca tokës, bërojnë kërrohet me lakvarët, me shu eqen babalarve. Ju për tri ademit shtati pa i shka njësës të pragu. Qava burë të zhemë rëgoven, ta pestojmë se pashë Kosovën. Po i vinë femit të varri bedë dhe se kristali. Shkrepi dili, e shkri bora, pa mbarsin e pitoj Kosova, bacë kryja maneti, stran me më femit të djepi, shkrin gëzhonjat e që një lule në mbës popë i më këtë mure, pash me Zotin e me kushin e gëzofshim pa mbarsin. Lullkuqja e Kosovës bukur ka hedh një vale e pëtan blorën motor në një dasët madhe. Blora pa mbarsis e nuse dadanis me plamur të kuq një dorë bashkon të shqiptari. Në popli shqiptari bashkuar, rrëp shqipjatnike. Ju parim deti gjithë ju dua shumë. Ndëgjoni, ju që jeni në shkallë, vendas të gjithë zbritni poshtë, ju lirojmë kullën mësafirve. Në rënd të parë, Hasani Ballit, pri që e bon për herë plisin e bardh, Bali Muharremi, Baci Rahman, Baci Mark, të gjithë, çka jeni këtu?